Iza. Po. Se nifeni shumë gjatë, ka ko që nifeni moti? Realisht po. Realisht po, na lidhin shumë sende. Muzika në këtë rast edhe normal që ajo përvoja ato momentet e mira që i kemi shkumbys bashku, sigurisht edhe si me shumë kolegë të tjerë. Që mirë jemi. Po, Ardet, unë të toj të ngritësh nga i vend, që të shkojmë tek dhoma e gjumit, me qenë se u zbulua nga 3 banorë të tjerë, po kemi ende vende aty hapësira të cilat do t'i zbulojmë së bashku. A po? Që tash do t'mu qua, po? Po, tash shkojmë. Ko dhoma e gjumit? Zonë zotri Ardet Stafaj, këngëtari imi njohur dhe shumë i dashur për gjithë publikun shqiptar. E ande nga hyre, drejt, vazhdo drejt, Ardet. Vazhdo drejt. Dhe në të djathtë e ke një derë. Në të djathtë? Po. Okej. Është dera ku është dhoma e gjumit. Nice. Po, nice. Ambient i bukur shumë. Aty do të kalosh shkoxha kohë me banorët e tjerë. Vazhdojmë tutje i shef prap në të djathtën tënde, në të djathtën po, e ke një hapësirë ku tash me jënë krijuar edhe dollapët e ri. Kemi dollape mjaftueshëm për secilin banor, sepse gjithmonë ka qenë luftë në edicionet e kaluara saj përket dollapeve, dhe një derë. Në një derë e cila do ta zbuloj dhomën e surprizave. Ta shohim bashkë. A me vazhdu? Po, hape derën. Ky është një ambient tjetër i cili do të shfrytëzohet nga ju banor aty brenda për brenda dhe nga ajo se çfarë ka përgatitur vllai i madh për juve gjatë këtij edicioni të 4. Si po duket vendi Ardet? Spektakulare si gjithmonë, shumë bukur. Si ju mo që dini me e bo? Faleminderit për këto komplimente. Po duket shumë bukur Ardet dhe me qenë se të kemi këtu dhe je vetë pa banorë tjerë, desha me të pyet se si ndihesh ti që pas